Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Çfarë ndodhi? Egli i gjuan me shpull Gjestit. Dyshja e njohur e shtëpisë së famshme Egli Tako dhe Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti, kanë pasur shumë ulje dhe ngritje në raportin e tyre gjatë gjithë kohës në shtëpi. Megjithatë, së fundmi ata janë shfaqur më të qetë, duke kaluar momente relaksuese. Një moment qesharak ka ndodhur në shtëpi kur Gjesti ka kërkuar Eglit një shuplak. Veç një shuplak. Po ma i shuplak nuk ta çeli derën, u ngrita kryt, bëje i thot ai Eglit, dhe sigurisht që Egli nuk ja ka kthyer.